Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të jemi në juglindje të Shqipërisë, në një fshat të Korçës. Zoti Kristo është duke më pritur, i cili ka një problem të madh me komunën në të cilën ai jeton. Probleme me pronësinë dhe bëhet fjalë pikërisht për një numër të madh dylymësh, 24 dylymësh, ku ai ka probleme pasi nuk arrin dot t'i regjistrojë dhe pse i ka përfituar me ligjin 7501, një ligj që ka bërë gjithë rrëmujën më të madhe të shqiptarëve për sa i përket pronën, dhe shpesh dhe ju keni dëgjuar, por dhe unë që merrem çdo ditë, dosjet po flen në gjykat dhe njerëzit ende nuk po marrin zgjidhje për pronën e tyre që e kanë përfituar në sajt të këtij ligji. Mirë, do të jetë Kristo, është duke më pritur, do e hap dritare dhe do na i shpjegoj të gjithë problemin që ai ka me komunën e zonës ku jeton në Korçë. Kështu që e përshëndes. Kristo, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Flasim live nga Korça? Nga fshati Drsniki i Korçës. Nga fshati Korçës. Nga i fshati Korçës. Më ke shkruar pa fund mesazhe. Dua të flas me Odetën, dua Odetën, jemi të dy së bashku. Çfarë problemi? Kam një problem. Problemi im është ky. Në familjen time jemi 6 antarë. Po. Neve si familje kemi paguar taksat rregullisht 36 vjet. Taksat e tokës. Taksat e tokës bujqësore. Po. Kemi paguar rregullisht taksat e tokës bujqësore 36 vjet. Nga këto 36 vjetash, neve kemi përfituar 24 dylym, 4 dylym për frymë. E qartë, me çfarë ligji? Me 7501? 7501. 7501. Ligji që ka bërë çamur gjithë pronat në Shqipëri. Tashi, problemi im është kjo, se gjerë më 2010 na thot komuna neve sot se neve si fshat jemi pa tapi. Po. Tashi kadastra na dërgon karta për të marrë tapit e tokës. E qartë. Tashi kur vete unë në kadastër që të marrë një letër nga komuna në Voskop që quhet këtu, nga komuna për t'ia dërguar kadastrës, siç na kërkojnë neve të mbledhim letrat për të marrë tapin e tokës. Po. Ne na dalin 20 dylym, nuk na dalin 24 dylym. Pra, 4 dylym nuk ekzistojnë. 4 dylym, unë fizikisht i kam tokën. E qartë, por në institucion nuk figurojnë. Në komunët, në ata nuk na dalin 4 dylym. Po ti shikosh këtu faturat, unë i kam paguar për 24, jo për 20. Taksat, e qartë. Taksat. Administratori bile dje isha në komunët, më ka thirrur edhe 13 policë që të gjojat të më arrestonin, se vete unë i kërkoj sa frymë jam unë, më thot ma je 6. Certifikata familjare, jam 6 persona. Po. Do t'i dërgoj edhe me foto edhe të tëra. Por duket qartë. Po. I thashë, sa vete jam në familje, më tha je 6. Për sa ka marrë tokun nuk e di. Ti në regjistri thashun, sa ke këtu 22 lym, tha. Na më çik thashun, kush persona të familjes time, na më vërtetim nga komuna, kush persona të familjes time figurojnë në këto 22 lym. Unë nuk di shumë, tha, unë t'ja vetëm vërtetim që ke 22 lym. Po zotëri, unë kam 24, si 20, këtu thashun, kjo taksë, kjo fatura, a ka dal nga komuna, po ka dal nga komuna. Kush e ka nxjerrë se di? Shkruan këtu 24 dylym, po shkruan këtu 24 dylym. Si betë se di, isha sot në bashki, i kam 5 muaj për ditë. Për ditë, sa në komunë, sa në kadastër, sa në bashki, sa në... sa në juridiku, në prefektura, nuk kam lënë institucion, pa berë, të tërë më përqilin me një llaf të mirë, s'kemi qarë bëjmë neve. As një gjë tjetër, as një lëvizje, as një mas nuk po merret. Po mirë, në atë dokument... Edhe dashin që po klasë, në atë dokument që më tregove që ti ke paguar taksat për 24 dylym, aty poshtë ka dhe një firmë, ka një emër dhe një mbiemër që e ka firmosur. Po, ullat të tëra janë. Dhe askush nuk mban përgjegjësi? Asnjëri. Kristo, ju tokën fizike e keni, pra 24 dylym ju i keni dhe i shfrytëzoni, thjesht 4 dylym nuk i keni me letra. Jo, të 24 nuk i ka me letra. Jo vetëm unë. Ne jemi 330 shtëpi si fshat. I tërë fshati është pa tapi, është pa letra.
Tashi po i bëjmë. Tani po bëni procedurat. Po mirë, në momentin që po bëni procedurat, ato 4 dylym fizikisht në hartë, kush i ka sipas institucionit? Se din në thot. Po si nuk e din tani, a do pajiseni ju me dokumenta? Ka një hartë ku bëhet ndarja e tokave, ku kufizohet Kristo me komshiun e me komshiun tjetër. Ja ku e kam edhe matin që kanë ezur, kam bërë topografët. Dhe sa metrat kanë nxjerrë, sa dylymt kanë nxjerrë aty? 27. Po si tani, ke 27 dylym, s'po të kuptoj. Unë kam 24. Po? Këta kam bërë matjen, po ti mbledhe shtu dalin 27. Pra të kam... Në komunët ma më ndiri 20, se këta i kanë matur nga sipër, do me dhe kur kanë erdhur topografët, se ka, më falë për shprehjen, tash i ka edhe mezda, ka edhe kanale, ka edhe rrugë, këta i kanë futur në matje. Të gjitha. Po, edhe po ti mbledhesh këtu, dalin 27, po unë në familje kam 24, si familje, edhe tokën fizikisht unë e kam. Si ishte tashi? Se edhe komuna më thotë, gjerë në 2010 thotë, ti ke paguar taksat për 24. Po. Nga 2010 edhe këtë thotë, ti ke paguar për 20. Po si mund të paguaj unë për 20 kur kam paguar gjerë në 2010 për 24, edhe pasa kam paguar 20. Nuk e di të tash bërë një gabim. Po zotëria ta korrigjojmë, jo s'korrigjohet. Po si s'u korrigjohet, ka unë tash në një familjar tash unë, mbetet pa tokë. Megjithatë, ju po na futeni në sherr edhe në familje, se tash unë them dua tokën time. Vllai thotë do tokën e vet. Motra thonë dua unë tokën time. Babi thotë unë dua tokën time. Nëna thotë unë dua tokën time. Njëri mbetet pa tokë. Pra, ju jeni gjithë familja që keni përfituar 24 dylym. Po. Që i bie të hedhësh institucionin. 6 veta nga 4 dylym 24. E qartë. Njëri është pa tokë. Po mirë, në momentin që po bëni procedurat, në çfarë faze jeni në procedurat e letrave të tokës? Fillestare. Dhe Kadastri na ka dërguar lajmërim paraqitini, thotë merr një vërtetim nga komuna sa tokë ke, hajdeni thotë regjistrojeni që të merrni nesër pas nesër për një muaj të dalë tapia e tokës. Po unë nëse se korrigjoj. Komuna sa të Unë nëse nuk e korrigjoj këtë problem që kam me komunën, nuk mund të filloj procedurat me kadastrën. Po pra, komuna aty të njeh 20. Po. Po mirë, kryetari komunës. Deri më 2010 me 124, se janë fatura. Pastaj thotë kur i kemi hedhur në sistem neve, është bërë një gabim thotë edhe ke 20. Po zotëri ka pas kam 20 kur kisha 24. Por ti pagesat pas 2010-s i ke bërë vërtet për 20, më pak lek? Tash i dëgjoj, pagesat që i kam bërë unë janë në sistem, janë të tëra. Unë kam paguar 70.000 lekë në vit, kam paguar 84.000 në vit. Çfarë më kanë kërkuar kam paguar. Nuk e kam shumë tash e mora vesh që është ky problem. Kam 5-6 muaj. Pra nuk e kam ditur unë përpara. Nuk e ditur që ke paguar 20 dylym. Të paguanin taksën e shtëpisë, taksën e ujit, çfarë na thoshin? Familja Pullumetko, sa detyrohet 70.000, urdhë 70.000, sa detyrohet 84.000, urdhë 84.000, sa detyrohet 140, urdhë 140. Që më kanë thënë kam bërë, bile 35 vit të rregull, i kam fatura të 35 vitve që kemi paguar. Ndërkohë, banorët e tjerë të fshatit kanë hasur probleme të tilla siç ka hasur familja juaj me... Jo. Vetëm jo. Po mirë, vetë familja jonë. Ajo që s'kuptoi unë është që komuna, ti më tregon Kristo që ke 24 dylym, komuna të njeh 20 dylym, ndërkohë topografët kanë ardhur kanë bërë matje dhe të kanë njohur 27 dylym. Po 27, kjo është vetëm një shkrim me letër, nuk është në kadastër. Nuk figuron kjo në kadastër. Kadastra mua me shkres me një 15.700. Kjo është një shkresë që kanë bërë matjet me dorë këto. Këto janë shkrime me dorë, nuk ka vull kjo, nuk ka... Kush i ka dërguar këta topograf që kanë bërë këto matje? Kadastra Bashkia e Korçës. Po pra, po ajo përbas këto do marri? Topografët e vetë, të cilët kanë ardhur në terren të bërë matjet. Ja që s'merren këto edhe ja që nuk verifikojnë, që unë kur vete në kadastër, kur më kanë dërguar edhe vërtetimat atë kadastrës, unë dal me 15.700. Po pse me kaq pak? Nga 20 vajte 15? 15.700 dal në kadastër unë.
Se kemi një problem tash, do bash thot për tokat këtej, kemi edhe një pjesë për fejë më thotë që do bëhet në një moment të dytë. Për një vit, për 2 vjet, për 20 vjet, është në një moment të dytë ajo. E qartë, por gjithsesi bëhet fjalë që do njihen 15 dylym, kurse ajo 5 që tjetër do bëhet në një moment të dytë. Por gjithë problemi jote është 4 dylymët. Në qoftë unë filloj sot procedura që të bëj letra, unë sot bëhem etapi për 15.700, jo për 20 as për 24. E qartë. Pasaj të kam biznesin kaq shumë, pasaj të kam marrë me qendra erë, vete në bashkit, vete në kadastër, me një llaf të mirë si jemi ne përgjegjës. Sotore kush është vete të trokash në zyrë, nuk e di. Vete në komunë, kush është nuk e di. Vete në kadastër, kush është nuk e di. Në bashkit nuk kam lënë zyrë pa trokit, nuk kam lënë njeri pa ju ankuar. Edhe filos bile, edhe filos. I kemi vajtur, merru thot me sekretar. Dore sekretar nuk na hap as përgjigje, nuk na hap as shpjegime. E qartë, kuptoj. Kristo, e vetmja rrugë është që ti drejtohesh gjykatës. Ku të fitosh të drejtën? Po gjykatës unë që ti... E 4 dylymve që ti janë mohuar dhe nuk ti njeh komuna. Do e nisësh nga Zanafilla, aty ku ti janë fshirë 4 dylym. Komuna ku ti jeton, ajo ti ka fshirë 4 dylym. Se sigurisht, në institucionin tjetër, ku të bëhet regjistrimi. Unë kam një video, dije është 1 orë gjysmë, 1 orë 31 minuta. E qa është në atë video? Në atë video është, nga fillimi, se i kam thënë, sa kam unë 22 lymë, në rregull. Po e pranojmë si shtonë ju që kam unë 22 lymë. Me jep një cikembra të këtyre 22 lymëve, kush i ka përfituar, nuk mbajmë përgjegjësi, nuk e di unë, thot, nuk ta jap. Po si s'po jep, a ka merrë në komunë, a paguaj taksa këtu, a me merrni mua taksa aty po. Në rregull, unë po pranoj që kam 22 lymë. Na min cikembra të këtyre që kanë përfituar të 22 lymë. Nuk e di unë kush e ka bërë këtë. Është me gabim, ma thot, me gojnë e vetë, pranojnë, që ti ke të drejtë, thot, po ne së ndihmojmë dot. Ti ke 24 dylym, thot, me gojnë e vetë, ti ke 24 dylym, thot, po ne kemi bërë gabim, thot, po së ndihmojmë dot, thot. I kam këtu të incizuar. Dije vajta edhe i thashë tash nga fillimi edhe që në fund dile me sollën edhe 3 fugona policie, me sollën Renen, me sollën këta të kujti unë si quhen domethënë 3 lloje policish. Po pse pate konflikt? Po zotëri. Po edhe patën konflikt tash të po i them. Sa kam zotëri më thot mua ke 22 lymë. Në rregull. Na më çikembra te këtyre, jo do stia. Po ti e përgjegjës Allah, si më vjen këtë mua emrat, ti tash ai institucioni shtetëror, po jam institucion shtetëror. Më thuaj Allah, kush ka përfituar këto 22 lymë? Ta di unë, mbase jam unë pa tok, mbase është motra pa tok, mbase është nene pa tok, mbase është babai pa tok. Jo thot nuk merrem unë me këto. Kush merret Allah? Zuri një punojës atje po thriste, edhe unë po i thrisja, mori policinë, erdhën policia, hajde ta zgjidh. Maj ta zgjidh, më thash unë mos më japin as vërtetim që ta para të vete në kadastër. Dhe çfarë ndodhi në momentin që erdhi policia, sepse unë e kuptoj, ti si qytetar ke kërkuar të drejtën tënde, të shpjegojnë dhe ata kanë njoftuar policinë. Çfarë ndodhi në momentin që mbërritje? Asgjë. Erdhi policia, çfarë bëni mirë, ai miru pash. Na ndodhi jashtë, ai shëndet. Ja. Sot do vete prapë, nesër do vete prapë. Prapë i njëjti avas. Konflikti ishte fizik apo vetëm me të përditura? Jo, vetëm me fjalë. Jo fizik, jo. E qartë, se nuk duhet arritje në atë pikë. Si ishte thjesht u ngrit toni pak më shumë se ç'duhet kaq. E kuptoj, Kristo. Jo diçka alarmante ose diçka eksagjeruar. Është skandale gjithë kjo që po denoncon ditën e sotme. Është një skandal që të shkosh në institucion dhe ti thuash, okej, unë kam 22 lymë tokë dhe më jep emrat kush e ka përfituar dhe mos të marrësh një përgjigje, të mbyllin derën, nuk më japin. Të mohohet gjithë prona dhe janë 4 dylym që t'janë hequr nga pasuria, është e tmerrshme. Prandaj thash me çfarë ligji e keni përfituar, sepse ai ligj i famshëm ka bërë gjithë çamurrën e pronave në Shqipëri. Nuk e di se sa dosje janë për gjykata, kanë vite të tëra të shkallëzime. Në këtë fshat që ri unë jemi 330 shtëpi, këtë pengesë ose këtë nga trese ka vetëm familja time, nuk e ka në 329 shtëpi të tjera.
Vajta bera dokumenta që përfitojmë nga nafta. Unë përfitoj për 22 lymë, që nuk më lëshon ata për 24. E qartë, e kuptoj, se nuk të njifen ato 4 dytë. Por, gjithsesi... Ata thonë që ti ke paguar këto vitet e fundit për 20, unë them që kam paguar për 24 prapë. Sa atje nuk shkuan sa 2 lymë, as 20, as 24. Atje i ben ata llogaritë tashun, ti zyrën tashun komunën. E ke shtetërore apo e ke private vëlla ta di tashun. Që s'më jep mua dokument që ben si do i qefi që as më përgjigjesh, as më sqaron. Unë po vi thash, unë i zyrë shtetërore. Edhe po kërkoj këtu ku paguaj taksa, këtu ku kam marrë tokën, siç ma ka dhënë tokën shteti, siç po më jep edhe për të bërë dokumenta, ju këtë më lajmëroni bëni dokumentat, të s'më pranoni, tash unë çfarë të bëj? Ke shumë të drejtë, por vetëm gjykata është ajo që mund ta zgjidhë. Gjithë të ngërç këtë problem që ti ke me pronën, ti drejtoresh gjykatës, sepse Kristo. Në qoftë se ju do mundeni, që ata kanë frikë të tërë, se ma kanë thënë edhe për gojnë e vete, me gojnë e vete edhe të gjitha, kanë frikë se mos unë basin punën, se po ta bëjnë tashi, nga që kanë bërë gabimin, nga që kanë bërë edhe s'kanë si tashu, edhe s'duan as të unë basin edhe punën, se këte duan të vjenin, këte duan edhe mos unë basin edhe punën. Në qoftë se ju, ose me një gazetar, njërën tjetër, brenda javës këtë problem mund të zgjidhet. Ne po e qartë, kuptoj, ti kërkon ndihmën e gazetarëve për këtë çështje, ne prandaj po e bëjmë dhe publike që zëri juaj të dëgjohet, por dua të them, në momentin kur do pajisen të gjithë bashkëtarët me dokumentin e pronës së tyre, do ndahet prona në fshat. Unë do mbetëm pa dokumenta. Jo, ti për ato 22 lymë do e marrësh dokumentin. Unë nuk filloj procedurët, po se rregullova këtë. Unë nuk filloj procedurët. E kuptoj, por... Se nëse unë filloj procedurët, i bie të therem edhe me shpinë, se të tjerë thotë unë kam fituar 4 lymë për vete, thotë. Unë them për vete, motra thotë për vete, motra tjetër thotë për vete, vllai tjetër thotë për vete, babai thotë për vete, nana thotë për vete. Ne do të therem edhe në shtëpi pastaj, se do na vishë edhe në shtëpi. Një tjetër problem, e kuptoj qartë, por Kristo, po thosha këtë që në momentin që do ndahet toka në fshat, ato 4 lymë që do ngelen, kush do i përfitoj? Se do ngelen pa marrë ato? Asnjëri. Nuk i intereson komunës kush do t'i përfitoj këto 4 lymë që do ngelen. Nuk i intereson as kadastrës, as bashkisë. I kam vajtur Finos, edhe bashkim Finos, do me thënë kryetarit të bashkisë. E kemi takuar edhe personalisht, ja ku e ke këtë sekretarën le të sqaroj. Sekretarja thotë ne s'marrim vesh jemi për këtë punë. Kush është për këtë punë është kadastra. Vem në kadastrët, cilë polici që është në dera nuk lejohet të tysh lashtë. O zotëri tash, jam keni dërguar mua të bëj regjistrimin e tokës, po kemi dërguar. Të vete ta regjistroj, jo thot s'lejohet ty ish brenda. Dërgohet thot me shkresë. I kemi dërguar me shkresa, i kemi dërguar ankesa, nuk kam lënë gjë pa bërë, nuk kam lënë gur pa lëvizur, edhe prap në fund nuk po ma përgjigje pa lë për të gjetur zgjidhje ose ashtu. Por motrat, vëllezrit, nëna, babai, edhe ata janë drejtuar institucioneve për të kërkuar të drejtën e tyre, sepse kjo tokë është e përbashkët. Ju akoma se keni darë. Janë drejtuar? 2 motrat janë të martuara. Njëra është në Greqi, njëra është në Amerikë. Imat është në Amerikë, nuk është këtu. Nëna time ka vdekur kur Ramet Pastë që në 2020. Vëllaja është në Athinë, janë vetëm unë edhe po vi vetëm unë vërdall. A e qartë, kuptova, je i vetëm, se janë jashtë. Jam i vetëm që po merrem me dokumenta, po tokën e kërkojnë gjithsecili. Po, secili kërkon pasurinë e vet, sigurisht e ka përfituar. Është e kuptueshme. Por s'kam kundërshtim për këtë ta marrin, po dua të them tash që gjithsesi thotë un kam fituar 4 lymë. I ke njoftuar për këtë problem që po has? I kam njoftuar, thotë mua më ka dhënë shteti 4 lymë thotë njëra. Tjetri thotë më ka dhënë 4 shteti. Unë them më ka dhënë 4 shteti. Babai thotë më ka dhënë 4 shteti. Kujt nuk ka dhënë shteti tash? Por çon tokën fizike kam, unë pa shfrytëzuar tokën. Unë po punoj 35 vjet, 36 vjet, kam paguar edhe taksa për të 36 vjet. Unë tokën e kam. Me probleme, me komshin nuk kam, domethënë ku ndahem me sinore, me fshatarët, me fisin, nuk kam problem. Unë kam probleme vetëm komunën.
Kjo është e tmerrshme, sinqerisht është skandale gjithë kjo histori e pronës tuaj. Do të thënë që ke paguar taksat, e ke shfryzuar 36 vite, në momenti që po bëhet regjistrimi, ata nuk të njohin 422 dhe nuk të japin shpjegim. Po mirë, në momenti që do bëjnë njohjen, do t'ju bëjnë pronar të kësaj toke, si do ndahet? Si do t'i ndajnë? Kush do e marri? Se është motra tjetër, vllai. Krye familjarja është babai, edhe ne të tjerë kemi tokën tonë 422, pastaj do bëhet pistimi. Do ndahet me 6, babai do marrë të vetët, të nënës, unë do marrë timen, motra do marrë të sajnë, motra tjetër do marrë të sajnë, vllai do marrë të tij. Por që nuk i ndani dot, se s'poja një institucioni, Po nuk i ndani dot, se po si bëjmë neve këto procedura, ne do fillojmë të ziremi edhe në familje brenda për brenda pastaj. Kjo është e tmerrshme. Kristo, unë do flas dhe me avokatët, të cilët unë operoj në programin tim, pikërisht për çështjen tuaj, të gjitha ato dokumentat që i ke në dorë do mi dërgosh mua, ti kem në telefonin tim, do ta lësh tokën pa regjistruar dhe kjo nuk është zgjidhje. Mos kesh dokumenta. Pra do vi një moment që do të gjykatës. Si ishte nga ana tuaj, nëse mundeni, desha një gazetari tuaj të vinim në komunë, të bëni një filmim, të bëni një ballafaqim, ku është pengesa që nuk po korrigjohet. Nëse është ajo, pastaj do t'i futemi edhe gjykatës, po patë mundësi edhe po patë dëshirë për të ndihmuar, thjesht desha një ndihmë. Nëse zgjem rrugëzgjidhje pastaj Patjetër që është e mundur të vi një gazetar aty dhe të flasi edhe me punonjësit e këtij institucioni për të kuptuar edhe problemin, ngërçin dhe kush do jetë përgjigjja e tyre. Kristo, ju keni një mesazh ditën e sotme për komunën ku jetoni, aty ku ka nisur gabimi me pronën, çfarë do i thoshe? Mua po më vidhet toka. Unë s'kam kërkuar asnjë gjë tjetër nga komuna, përveç gabimin të tyre që kanë bërë edhe korrigjimin. Që më 2010 më thotë që ke 24 dylymë, unë si familje kam 24 dylymë, po i shfrytëzoj fizikisht, po në komunën mua më dalin në 5. Unë dua korrigjimin e gabimit që kanë bërë vetë ata si punonjës. Tash se ka qenë ky administrator që është sot, ka qenë di apo s'ka qenë di, apo ka qenë di kush tjetër. Unë kur flas, nuk flas me atë personalisht, unë flas si institucion shtetëror që është i shtetit shqiptar. Se edhe sikur ti ky që është sot, do vijë që është nesër, regjistrat mbeten atje, nuk merren regjistrat me veten në shtëpitë të tyre. E qartë, është e drejtë. Unë uroj dhe shpresoj të ketë një zgjidhje sa më të shpejtë për pronën tuaj, do mbetemi në kontakt i dashur Kristo, patjetër që do e sjell një gazetar aty nëse ju e kërkoni që një gazetar të vi dhe të flasi me punonjësit dhe uroj që të përfitosh pronën tënde, djeshtën tënde. Kjo do ishte më mirë, unë nga ana tuaj kërkoj një gazetar, bashkë me mua të vem atje, ta diskutojmë nëse do gjejmë një rrugëzgjidhje nga të dyja palë, si nga komuna edhe nga ana tonë, do ishte gjëja më mirë për mua dhe për ata. E qartë. Mirë. Se neve dojmë në shere dhe brenda në familje. Kristo, uroj mos ndodhi ta rrideni këtë pikë. Do mbetemi bashkë në kontakt, Kristo, kështu që të përshëndes nga Tirana. Faleminderit. Shumë faleminderit. E dëgjuam Kriston, i cili tregoi se ka përfituar nga ligji 24 dylym, por 4 dylym nuk ja njeh komuna dhe gjithë meraku i tij është që jo vetëm do humbasi këtë pronë, por do të nisin dhe konfliktet në familje, pasi çdo kush kërkon pronën e tij. Uroj dhe shpresoj që zëri Kristo të jetë dëgjuar ditën e sotme nga ky live dhe të merren masa dhe të gjendet një zgjidhje. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live, pasi një tjetër personazh kërkon që t'jetë ditën e sotme, një tjetër problem që kërkon ta rrëfej këtu në këtë dritaren time. Hap dritaren dhe e përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më ke telefonuar se ke një problem me djalin tënd. Çfarë ka ndodhur? Po, unë kam djalin 28 vjeç, në qershor push 29. Si di që jati me fjalë, ishte në moshën më delikate 14 vjeç. Unë erdha në Shqipëri që varrosa burin, edhe 2 fëmijët, se kam 3 çuna gjithë, 2 fëmijët e mëdhenj, më tha ai me motor lëri këtu, se di shikon djalim, tha se ishte 18 vjeç ai, edhe merr vetëm të voglin, tha se e kisha pa mbush 1 vit e gjysmë të voglin. Edhe të vesh në
Shqipëri se isha pa letra edhe mos të sjellin probleme për çunat që të kthehesh prapë. Si vajta mbarova punë me fjalë ato të vdekjes atje, ndonjë 50 e ca ditë derisa gjetëm një njerëz të më kthente prapë me lek. Ku isha? Unë isha në Greqi. Pra, burrit ka vdekur në Greqi? Po, burri ishte me dokumenta kështu që i përsëriste, po donte të bënte edhe për ne bashkim familjar dhe na kishte marrë me lek derisa i bënte avokatja, e kishte kap avokate, kishte 3 vjet që pagonte dhe lekët për procesin, por burri vdiq pastaj u dogjën gjitha, me letra, me lek, me burr, kur i thonë ikën gjitha dhe ngelën prapë ashtu në ajër, pa letra, pa gjë, kam ndonjë edhe 6 vjet të tjera. Ti ngele me 3 fëmijët e vetme. Llogaritë e dish në Shqipëri me një fëmijë 1 vjet se gjysmë si kishte mbushur ky i vogël që sot tani në maj mbush 16. Atëherë, në momentin që bashorti vdiq, ti u largove vetëm me djalin e vogël, 2 të tjerët ku i le? Kisha motrën atje me një burrë dhe një djalë. Motra me burrin erdhi të më shoqëronte mua, edhe djali që ishte 18 vjeç do shikonte 2 fëmijët e mi, do flinte atje te këta. E qartë, pra 2 fëmijët i lën Greqi dhe ti erdhe me djalin e vogël për të përcjellë bashortin në banesën e fundit. Po. Çfarë ndodhi më pas? Si nuk bëra dot edhe pension për fëmijët, i bëra gjitha letrat dhe më thanë që të takon 8000 lekë të vjetra në muaj, për të 3, se burri tha nuk kam pushur 1 vit në punë shteti, tha, po ka 9 muaj, kish punuar në ujësiellës në Bugov. Në Bugov Skaparit, e kuptoj. Po. U detyrova që i lash fare, as lek as gjë, u detyrova mora malin me 2400 euro, që vajta prapë të fëmijët atje ku i kisha. Ku do t'i çoja? Pa përkraje, pa gjë, se ti e di se si është në Shqipëri, as vllai as njeri të përkrah. Vetëm po pate biznes. Po djalin e vogël ku e le? E mora, dhe ato në kurri se mora që i ka malit në Greqi që u ktheva prapë të vendi. Dolëm që në mes të natës me makinë dhe na çuan aty në dogan, para se të vesh në dogan në Gjirokastër. Morëm malit një 2 orë e gjysmë përpjet, vetëm përpjet dhe shik ishte rënë tornatën, që sa kam hedhur këmbën e parë më zhmbushur këpucë e re më zhmbushur plot me ujë në një kanal. Dhe me fjalë, historira që do vetëm shpirti im i di së shumë me fjalë kështu se e di që të gjithë pikëllohen, se është histori që unë e kam vojtur vetë, po dua të përmbledh me fjalë, si djali ishte në moshën 14 vjet i madhi, unë për ato 50 ditë që kam bërë në Shqipëri, ky djali tjetër, ky nipi, mi kish mësuar cingaren, se ky e pinte vetë cingaren, dhe ja mësoi dhe djali tim 14 ditë cingaren. Kur vajta unë pas 50 ditëve, djalim e kishte nisur mirë cingaren dhe kishte ble paqeta, vetëm më thot djali tjetër, mama, për të madhin, për vllan. Spartaku tha se Spartak shu, Spartaku pi duan tha që kur ke ikur ti oma. Po nuk i shikoja xhepat kur i laja pantallonat, i shikoja thëri me duani, po cingare si kisha gjetur, edhe e kuptova që ai e ka nis tamam. Kur pastrova një herë verandin, kisha lënë një bombë të madhe që ishim dëruar për gatim, e ngrë atë që ta çoja, ta ndëroja vendin, kur shiko kishte futur paqetën poshtë bomblës. Aty e pas që ky mban paqet. Si e filloi që në atë kohë, 14 vjeç cingaren, e pas që jo gjë e mirë, me fjalë do shkatërrohem, hun në radh parë, po prap u mundova me ato të mijat, aty ku isha në Greqi ishte një vend që nuk kishte shumë popullsi, vinin vetëm për behar. Çfarë vendi? Dhe ishte e vështirë. Çfarë vendi ke tu? Në Ishull. Me fjalë në Kimi, diçka e tillë aty afër Kimit isha. Djali mu bë 18-20 vjeç, kam dhënë se 6 vjet të thash i kam dhënë atje, herë me punë, herë pa punë, po më kanë ndihmuar shumë grekët, gjitonet që më njihnin, burrin më njihnin, e dinin që ishte punëtor njëri ndershëm. Më sillnin gjysmë të nxjerrës ditë për ditë me gjell. Ja, për perëndin që nuk gënjej asnjë gjë, dhe motrat e vëllezërit e mi nuk bën asnjë gjë për mua. Për këtë më vjen. Për kunetrit janë krye lart aty ku janë, në Skrapar, sepse s'kishin çak më jepin, çak më ndihmonin. Ti e di vendin se si është ande lart. S'kan të ardhura, pa punë, pa gjë. Po për vëllezërit e mi që kishin më shumë forcë të më ndihmonin, sepse një motra ime ka pas ekonomi të mirë, që në kohën e Enverit e kishte zon veten, edhe më mbrapa akoma më mirë, dhe tani ka ikë në Amerikë, është bërë akoma më mirë. Edhe një djalë që ky djali që më mësoi cingaren, djali tim, edhe ky merret me këto gjërat e pistat te në Anglia, e kanë bërë shumë përpara. Nuk më dhanë dorë, po donin vetëm të më fundosnin. Në tjetrin kur si jep dorë mos i vësh këmbën, i thonin fjalë.
ta shtysh më shumë në gremin. Po pse, çfarë të bën ty ata që ti mendon që nuk e di, por është xhelozia. Unë me vërtet mora burrin tim, e mora fukara. Atje ku e mora, edhe vajta dhe në fshat kur u martova me një furgon si në atë kohë që s'kishte mjete në 94-ën. Edhe motra ime ishte xheloze, kjo e Amerikës ka qenë xheloze sepse kjo ka dashuruar që 12 vjeçe, derisa e mori vajti 23 vjeçe. Edhe i vinte ky inat se unë mora pe fisit mirë, ky e ka marrë një fis që është më e ulta fare. Edhe babai nuk e dha, po iku pastaj pas 8 viteve dashuri iku be. Edhe kësaj i vini natë, sepse ne qem edhe në Greqi, ky na mori burri kësaj. Mori burrin tim dhe burri më mori mua me fëmijë. Dhe aty shikonte xhelozin kjo, kur i thoshin për mua greket, sa të mirë e ka Petrua, si quhej burri im, nusen. Edhe fëmijët si i mbante kur osur dritë kur vjen në shkollë, edhe vetëm duam të shikojmë, thoshin, ato që s'më kishin parë, duam ta shikojmë çfarë gruaje ka Petrua, se fëmijët ja shikojnë për dita për në shkollë. Dhe kjo bëhet xheloze për çdo gjë nga këto dhe më vuri gjithmonë më vuri përpara, se kishte forcën e lekut për çdo gjë. I manipuloj me motra me vëllezërit e mi që të gjithë me fjalë kam të gjithë kundra, përveç se një vëlla kam të madhin. Ai edhe unë sulmohemi nga gjithë ata. E dashur Yzverie, ti sot që flasim bashkë vetëm me një vëlla ke kontakte, të tjerët nuk të... Po, jo, me asnjë tjetër. Edhe me fëmijët e tyre absolutisht jo. I kanë shkëputur marrëdhënie ato vetëm se ishte ajo që i paguan çdo gjë, i ka bërë të gjithë me para e me makina e me kurse makina që ja u kanë bërë ata që s'kishin ekonomi, vetëm për të qenë kundra me që gjithë, po tani u mësova, nuk e kam shumë problem. Si më vdiq edhe burri, në atë kohë e ndjen veten të lirë këta të më sulmoni, se me burrin nuk më bënin dot gjë, se burrin e kisha tamam zotëri. Ishte edhe me mustaqe, tipin e skraparit, që nuk i afroi njeri, me thon drejtë, dy fjalë thosh ai, të tjera nuk dinte ai të bënte si këta muhabetet gjata. E kuptoj. Sa vdiq burri atëri më sulmuan komplet. Me fjalë siç vajta në Novaj që varosa burrin atje. Që atje fillon edhe më shumë gjërat që mua më shkatëruan, po prap e rimar vetëm, po sa e rikujtoj shpirti me di. Më mori telefonin kjo motra, më mori lekët që më dhanë shqiptarët, më mblodhën, se më dhanë, nuk ja u e poshtë, më kanë dhënë para që më mblidhni dhe misimin, me emër, me listë komplet sa ka dhënë njëri tjetri, dhe kur dola në traget atje që të sillja burrin me fjalë, isha me këtë motrën, me burrin e saj, edhe me fëmijën tim të vogël në krah. Edhe po më takoni këta shqiptarët aty te trageti, si e pa dhe fëmijën e vogël, u erdhi akoma më keq. Edhe më thot kjo motra, ma jep djalin ta mbaj. Unë tha, mbaj çantën ti, tha, se mos të bie. Jo, mbajti djalin, jep çantën mua dhe lekët. Edhe ja dha shumë. Unë nuk e llogarisja kur që të arri në këtë, edhe sot që nuk jam, se them, me ekonomi të mirë, prap nuk e mendoja kur asnjëherë që të arri motra të bëj diçka të tillë. Edhe që më mori çantën edhe lekët, ne vjetëm një natë në Afin tek një nipi burrit tim. Sa u bën ato dokumentat e burrit? Po, përcjell trupin në Shqipëri. Po. Edhe ikëm ditën tjetër rrugës për të natën në orën 4 të mëngjesit, kemi vajtë poliçar. Sa herë më kujtoj për qa. Edhe motrëm kanë dhënë gjëra mbrapa të më ruante çantën, ato telefonat, gjërat që unë kisha me vete, çka kisha marrë që mos mi lëvizte dhe djali në Greqi, mos mi merrnin fëmijët. Jo florin kështu, kishte burri një gjerda florini të trash kështu. Edhe i kisha marrë me vete. Kur vajtëm në Novaj me fjalë, aty u bë ajo mortoria ditën tjetër. Edhe ikën motra kjo, me gjithë fisin tim, ikin ndahen, shpërndahen gjithë edhe shikoj në atë kohë, si u rradhon njerëzit vajta të çanta për të parë çantën, se thotë ke çantë në filament. Kur vetë unë atje nuk gjej as telefon, as lekët që më kishin dhënë shqiptarët, shumë më kishin bërë grush, siç më dhanë shkretët. Ti kishte marrë motra lekët? Po, nuk pranonte dhe i them pse motrës madhe, se motrë madhe ndonjë me mua, gjëra për të më mbajtur ato një 5 ditë aty si për respekt, mos ta lëm vetën. Edhe ta marrim kur të bëjnë të pesta, të shtatas të pesta, u janë bërë, e ta marrim poshtë, të kurrin këto në lushnje. Edhe i them motrës, unë moj telefoni im nuk është te çanta, i thash te çanta ime.
Po ati ti ka lënë Enveria, se Enveria që ajo e keqja fare që është në Amerikë. Edhe i thashun, po ja, e mora çantën e tregova, ja, kjo, tas telefoni, i thashun, as këto lekë nuk po i gjet kam, i thashun. I bjem numrin të telefonit tim, dilte telefoni, i hapur. I thashun, mere çupën tënde për çupën e vet, quaj Zamira, mere çupën tënde lushnjë, ta marri ajo, që a e keni marrë telefonin e tezes, e merr kjo me telefonin e vet, merr çupa tezen e vet, edhe thot, o ma mos bet me rak se i ka tezja, lekët edhe telefonin. E qartë. Po, mua më tha që ti kam lënë gjitha aty, vetë unë me fjalë i pranoj që i ka marrë. Kur u ktheva në lushnjë erdhi kjo prap nga Vlora, se kjo rrin Vlorë, kjo e Amerikës, ka marrë lab. Po. Edhe erdhi aty dhe prap sa kjo mua beti me fjalë që lekët do t'ja jap unë mua, kur të vinë në Greqi, se kjo do ikte pas 1-2 ditë. Prita edhe në aty, se nuk i jala motrës lekët aty në Shqipërinë, tash kur të vete atje do mi japi për derisa ka thënë, dhe kur vajta atje nuk mi ka dhënë. Dhe ditën që kjo do ikte pas 1 viti, kjo si vdik burim pas 1 viti këta ikën me gjithë burr, ikën në Shqipëri. E dashur Zberie, në momenti që ajo të mori lekët dhe pranoi që lekët i kishte marrë dhe telefonin, kur ti e takove, çfarë i the motrës? Kur e takove në Greqi, nuk ja kërkove lekët, ato ishin lekë. Ato ishin lekë. E dashur, ato ishin lekë që të kishin ngushulluar për burrin. Po. Për këtë më vjen se ta arrinte në këtë fazë, e arrin vetëm për të më dëmtuar mua, jo se ajo ishte keq për lekë, po për të më dëmtuar mua në ekonomi, se e dinte që kjo tani do mbaroj, do vdesi. Edhe kohët e fundit, se arova ta thosha kohët e fundit që burrim do vdiste, kishte 6 muaj që s'fliste me burrin e kësaj. Për çështje pune. Ky thoshte unë të mora unë në Greqi, thoshte ky i Vlonjati. Unë të mora ty, i thoshte në Greqi, ti tani punon, shumë mos punon. Ky i tha, po janë kush pronari, thoi që iq Petron, të vijon se unë kam qenë më përpara te kjo punë. Ja tha ky, i thot pronari, ti, i thot Vlonjati, ti nuk di të bësh murguri. Petru di të bëj murguri për burrin tim. Edhe aty një merokamash, një punë, një ditë pune me fjalësh, do bëj dhe llaçin ky, edhe gurin, murin. Ti nuk ke me fjalë, edhe aty shajn ofendoj. Jo, ky burim nuk i kthen ti llafi, po ky e shau e ofendoj. Ata kanë qenë xheloz ndaj familjes tuaj. Po, që atëre u larguan, ngeli ajo largimit dhe nuk fliste më me burrin tim. Burrimi kur e takonte rrugës i fliste, ky si kthente përgjigje. Edhe kur vdiq burri im me fjalë, më thot greku, se mora grekun telefon, me erdhën aty ata pronarë, se unë isha e vetme, vetëm komshin kishja turq që punonin në mermer, kati parë, unë isha kati dytë me fëmijët e mi. Edhe si vin dhe ky greku, edhe thot ky merë Janin, që e ky Vlonjati, labi, merë Janin telefon të vi, se ishte burrim sa i dasha Berin që ka vdeku, me i frak. Edhe i dërgova djalin, vajti kjo djali ma, e thirri, me kam, shumë e vrap, edhe erdhën. Edhe aty ku unë bëja akoma ato, mos shpëton të angjëlli, burre në krevat. Ata nuk më banë asnjë lloj. Me fjalë, që unë të më thoshte dil këtej se do t'i bëj unë çik forca kështu, mos shpëtonte nga zemra, rajet e zemrës. Nuk ashtu fare nga që s'flis. Edhe kur erdhën në Greqi pas 50 ditësh, erdhën këta burre e grua të më ngushëllonin për burrin. Unë nuk u bëra kafe, nuk mundesha kur ata ikën pa i folur burrit tim dhe bën ato sjellje. Me burrin tim dhe me mua, me fëmijët e mi. Djalin më mësuan me cigare. Edhe la 100 euro ajo si gjoja ngushëllim. Më tha mua, po do na i bësh kafe? Unë nuk i ktheva asnjë lloj përgjigje. Po na si një gotë ujë, tha kjo. Iç edhe ujë, e mori vetë api frigoriferin, hodhi në një gotë ujë, burrë grua. Ngushëlloj, unë nuk i ktheva përgjigje, me fjalë nuk kisha nevojë për ngushëllimet e atyre, hiç fare, them shumë me gjithë shpirt. E që atëre pastaj ajo e bëri më të keqe i bëri gjithë ta motor vëllezër kundra meje. Po lekët i ktheu, ja kërkove lekët? Pra, kur do ikte për Shqipëri, më thot mua që unë do iki motor, erdhi më takoj, unë do iki motor, se jo se u shkëputën fare, po unë ja kisha shprehur gjitha ato që më kishte bërë, dhe ajo i dinte shumë mirë. Edhe unë do iki motor, tha nuk
në një halta, në një problem, tha, thoi motrës ta dhe o bëgjoj në të qartë, thoi motrës ta unë vi për 24 orë këtu, se e kishte leku, e bënte çdo gjë që të donte, se lekun e kishte. Edhe në atë kohë u bëra për të qartë, me fjalë edhe mua më kalkulotu, se mendova se kjo me vërtet ishte hyrë në fatkeqësinë time, të më lehtësonte, kur sa i kërkova lekët unë i thashun, po lekët kur do mi japësh, çfarë lekë tha kërkova? Lekët i thashun që i the edhe ne xhmies për motrën e madhe, që kur vinë Greqi do t'ja jap. Jo me tha s'kam gjë lekun, tha, po, ne nuk kemi vdekur, i thashun, se unë kam folur dhe me motrën e madhe, ajo më tha, ç'keti s'ka vdekur motra, nëse ajo nuk t'i jep, sa ajo e tha, ajo s'ka nevojë për lek, më tha, ajo në e tha, kur vinë Greqi do t'ja jap. Tim ke mua gjallë, dalun. Mirë i thashun, iku kjo si i kështu me fjalë që i kërkova lekët dhe s'mi dha prap. E ndryshoi atë karakterin e saj direkt, edhe sa iku kjo unë marrë motrën e madhe në telefon. I them unë e xhmie kështu, i thashë, e mban më çam ke thënë për lekët që ajo do më jepte në Greqi? Po tha, e kam thënë, tha, ç'ke ti ke motrën këtu? I thashë se mos më kthej llafin pas një jave. Se jo të motor nesër nise për Shqipëri, thashun, edhe lekët nuk mi dha këtu. I thash për lekët dhe nuk mi dha. Ç'ke ti ke motrën? Pas një javë e marr prapë unë kur vajti kjo në Shqipëri, e ndryshoi e madhja, që sot është 70 ca vjeçe, e ndryshoi llafin ajo, tha. Jo, motor tha, mos më ngatro me këto gjëra mua, tha, më mbajmë të tha, ç'a më mbeti lekësh pas kemi pa. Dhe i ka bërë të gjithë lekët e mia i ndau, me atë, me tjetrën, ndryshuan mobiljet, se ishin goxha lek, se unë e di sa më sillnin shqiptarët, më kanë sjell dhe një tjetër në shtëpi, me këtë burin e kësaj mi kanë sjell me listë me të gjitha, ka sjell 9.000 euro, dhe unë e di që dhe ato do kenë qenë 7.000 euro. Dashur Yzberie, lekët që shqiptarët i mblodhën dhe të ngushëlluan për vdekjen e burrit, ty ti mori motra nga çanta dhe nuk t'i ktheu më kurrë? Jo, nuk i ktheu dhe i ndau me këto motra që i bëri kundra me gjitha tani. Nuk flasim më me fjalë, jo se 3 vjet ka që i kam ndërprerë me këto të tjerat, sepse e shikoja çdo gjë që ma thoshin ishin fjalë të saja për të më mërzitur mua. Unë si ndënja 6 vjet në Greqi, djali i madh filloi alkolin, edhe cigaren që e pinte, edhe kishte filluar cigare shashi. Aty u shkatrua jeta ime, filloi shkatrimi, siç e kërkonte me motor, që i mësoi cigaren 14 vjeç dhe këto janë edhe alkolin. Më thoshte djali se unë kam lënë 2 djemtë atje, njëri 14 e tjetri 12 e gjysmë. E mi tregonte ky më i vogël gjitha se këtë se doni. Djalin e dytë. Ma, ata pinin cigare në shtëpi brenda, tha. Pinin Andi i sillte birra. Pinte me Spartakun, i thon 14 vjeç ti japësh birrën. Unë jam 55 vjeçe, unë tani shumë pak kohë kam filluar që gjoja i provoj gjërat që dalë qa janë, me thënë drejton. E kuptoj. Edhe djali ma kthyen djalin kundra, këtë të madhin ma kthyen kundra. Dhe më thoshte djali i madh, ti mama, unë i thosha mos shko tek tezja për tek ajo që i bëri keq, i mësoj cigare. Mos shko, mos u tako as me filanin as me filankën, me tezën dhe me djalin. Sepse të kanë mësuar duanin biri mama, se të kthejnë ty kundra meje, të na shkatrojnë. Ti ashtu je, ti s'flet me asnjë, më thosh mua, po unë nuk jam si ty, më kthej kundra, se kështu e mësonin ato. Nisën problemet me djalin e madh. Po, kjo ishte një gjë që kërkonte motra ime madhe, se po të bësh fëmijën, ta futish në atë rangull të alkoolit edhe të birrës edhe të shashit, do të thotë që i ka marrë çdo gjë të pjeta dhe ky do u japi drun, do i vjedh, do i bëj të gjitha. Dhe nga kjo arriti i bëri gjitha qëllimet që kërkonte motra ime, i dolën gjitha asaj. Me fjalë jam poshtruar për çdo gjë, po prap nuk poshtrohem nga Perëndia, sepse i gjej forcat në vetvete, nuk jam nga ato që ul kokën. Po çaj pas 6 vjetëve nga Greqi, 8 viteve nga Greqia, më thot i vëlla, ajde më thot mua se djali i miku 17 vjeç ky i dyti, miku në shkurt në Itali, me që s'kishte mbushur 18 vjeç të fitonte letra, pak ishin pa letra. Si iku djali më thot vllai. Më thot mua, ajde dhe ti motor, tha, mere atë të voglin, tha, ti kështë ti gjikun ti të bësh letra, tha, se me atë të madhi nuk rrihet. Ky e gjeti mendje për moment, ky vëlla, më tha një ashtu. Okej, tha, shumë të punoj dhe këtë behar se kam pritur tërë dimrin pa punë, të bëj 5 lekë që të kem lekë për rrugë edhe sa kohë të rrirë për azile, si dihet si më shkon. Të kem lekë për fëmijë, për bukë.
Okej, tha, ky bëra ato ca lek një 4.000 ca euro, në atë kohë punoja me 3 punë, sa aq punon 3 muaj, më shumë s'ka në atë ishun ku isha unë. Erdha në Shqipëri, zora një pasaportë të re edhe për vete edhe për djalin, edhe djalin pas 2 ditëve ky i madhi, erdhi pas meje nga Greqia, se ai nuk e mbliste dot lekun më, që të rrinte në shtëpi me qira me drita me ujë, të pagonte. Pastaj me djalin e madh çfarë ndodhi? Me atë që ti ke problemin. Djali i madh vajti të xhaxhai në Novaj, në Skrapar, se ati në gjente mbështetje, këta të tjerët nuk i qasnin më, se këta e donin ta sillnin në këtë gjendje dhe t'i mbyllin dyert, që unë të vuaja këtej, mos të dija nga është djalin, ku vajti djali, ç'a bën djali, ku e futun, ku e bën. Ti isha kështu e çmendur, më donin të çmendur. Gjithë njerëzit e mi donin që të çmendersha. Edhe më thoshin, ku e pam këtu, e pam atje, më thoshin këta, vëllezërit e motrat e mia, po me mua 10%, donin me atë të Amerikës 90%, llogaritë donin vetëm të bënin keq mua, të më jepnin lajmet e liga, jo diçka të mirë. Po në atë kohë që ti u largove nga djali i madh, kishe kontakte me të, flisje? Po, me djalin e madh flisja, edhe që kur nuk ishte mirë më shante, prap flisja, më bënte blok, le të më bënte, unë si bëja blok, më bënte kur donte ai më bënte blokun, okay. Po, si vajti te xhaxhai aty punonte në Malz në ato pllaka që nxirrnin. Po. Edhe ka punuar edhe me këtë vllajin që më tha mua hajde motor, ik edhe ti gjikundi, edhe me këtë ka punuar. Ky ka pas një skrep, hapte gropat atje që nxirrte gurët e mëdhenj, dhe djali im nxirrte gurët me krah. Djali im punoi, ka punuar e një tërë fshati atje që më kanë thënë njerëz, edhe para 2 muajve kam qenë në Novaj, më kanë thënë se koçidoj që erdhën për kafe, ato të fisit aty që e kishin pa djalin kur punonte, dhe më thanë po çfarë vllai paske moje nuse angjëlli. E kemi parë me sytë tanë që sa punonte djali i vogël edhe jetim, dhe qysh ja bëria i vllai jot ashtu se ma kishte rrahur vllai, se ky i kërkonte lekët, pastaj ky s'ja jepte, edhe ishin ka ca fytyrë aty. Po vllai, ky djali im ishte i vogël. 20 vjeça, 22, 23, diçka e tillë në atë periudhë ka qenë. Po. Edhe u bën agresiv të tërë. Ky vllai pastaj i erdhi që pse ma bën një pikë kështu, u tha 2 djemve të tij, kështu ma ka bër djali filankës për mua. E qartë. Ma morën 2 djem e këtij, ma morën me makinë gjoja, hajde poshtë, djalin pa i thënë gjë dhe ma kishin rrahur. Daja ka dhunuar nipin i bie. Po, nipi, me fjalë, djali Dajos, re djalin e Allës. Edhe që mos t'i kërkonte lekët t'jatit, që kish punuar, nuk i dha kokrën e lekut ky vllai. Po ti fole me vllajin tënd? Fole me vllajin tënd atë kohë që pse s'ia jep lekët djalit për punën që ka bër? Po kur marr vesh unë marr me vonesë, edhe ja kam thënë. Nuk më ka thënë asgjë, s'ka shpjegim, se i pëlqejnë lekët i mbaj për vete. Nuk ka shpjegim. Se ky vllai është tamam si ajo e Amerikës, janë të dy. Ky do vetëm të përvetsoj, të marrë, jo shtëpinë, jo tokat, jo shke. Po ç'a ndodhi më pas? Është vetë njeriu, kështu ka qenë që në kohën e verit, s'pare ande punën dhe ku gjente ndonjë. Më prende biletën me lekë mia, normale. Biletën dhe 2 net thjetje në hotel. Do flia unë me djalin dhe vllain në një dhomë. Okej, kur do vinim në aeroport, nuk e lejonte kjo aeroportit vllajin tim, ti pas ke kaluar në Greqi, diçka e nxorri një problem që përse e ke bërë, ke vajt, ke kthyer brenda ditës në Greqi, nuk donte. Ose donte leka ajo, se nuk e di, del në kompjuter i tha ajo. Edhe i solli probleme, edhe me vin vllai mua te veshim thot, më nxirr sa lek tha që të më shikojnë lek se s'kam lek si turist që të vi me ty të çoj atje. Edhe unë siç e kisha bërja 9.000 euro, i mora me vete. Edhe i shikojun, po i nxjerr edhe i numëroj, t'ja jepja me një llogari që ta di se i thash vllai, ti ashtu kulturë më thisi çdo ai. I numërova unë 750 euro ja kam vënë në dorë. A mos i numëroj thaj. Jo i thash se edhe e mori, ja tregoja asaj ku i kam si turist 750 euro. Më në fund ajo prap debate, më në fund ju mbushmendja kësaj të sportelit. Hajde më bli një çokoladë, thaj, bleu një çokoladë 15 euro ai aty. E la të kalonte erdhi me mua dhe me djalin. Këto leku nuk ja kërkova dhe nuk mi dha. Me fjalë 100 euro kanë bërë të tëra. Çokoladën që i bleu me fjalë asaj. 2 ditë kemi ngrënë bukë djathë e domate në hotel, se nuk ngrëm në për tavolina, për lokale, me thënë drejtën.
Aty janë ngrënë të dhoma, edhe 2 karta telefoni kemi bler, dhe taksin 40 euro nga aeroporti në hotel, janë 150, të tjerat ikë. U kthye ai ndonjë një javë aty te një pakistanos, gjeti një shok aty, e mori te shtëpia ai, nuk pagoi lek hoteli. Gjitha lekët nuk më tha një herë që motor kaq lek më bëri rruga. Edhe ngrënia për një javë që kam pritur derisa ti të morën në azil. Edhe më kanë ngel 100 euro, kanë ngel 50 euro le thoshte. Po ja kërkove ti, ja kërkove? Po ja kam kujtuar, jo se ja kërkova. Ja kam kujtuar që unë të dhash lekët, ti more vëlla nuk e bëre një herë. Të më thoshe motor kaq lek prisha sa ndonja te tjetri kam grën bukën time, apo e qartë. Kaq lek më bëri aeroplani që u ktheva. Dhe më kanë ngelur 50 euro, nuk më the asnjëri thash unë. Unë kam paguar me para rrugët që ti edhe deri në Belgjik thash unë, me bukë me gjitha. Izbëria. E kuptoj që pas ke pasur goxha probleme me motra dhe vëllezërit që në një farë mënyrë të kanë shfrytzuar, ti kanë marrë para dhe si kanë kthyer kurrë. Po me djalin e madh çfarë ndodhi? Tani me djalin e madh, ky vëlla para 6 viteve që më solli mua këtu, më tha, motor tha, do ta marr Spartakun, tha, do vete te doktori në Tiranë, tha, ti bëjmë një vizitë, tha, edhe në Vlorë, tha, në psiqiatri, llogaritet për psiqiatri. A pse ka qërënte që nga djali? Po tashi, ky vllai im e mori që t'i nxjerr një kemp, tha, me atë mënyrën e tij si kemp të marrë lekun, jo se është në këtë gjendje. Ky ashash shtëpi, sepse të gjithë e pinë ata. E kam provuar, këta një pritemi, po ky u bë më keq se ishte pa babë edhe ju vunë të gjithë me fjalë. Nuk e qasin më në shtëpi, nuk ja hapin derën, edhe ca lekë që më kanë mua të gjithë borxh, unë e kam dërguar në fundit. Më fal. Erë në fundit që kërkoi Dajo, si kërkoi atëse se më ka kaq, kur kam ikur ja u kam lënë për ty, i thash. Që po të duhet ty për doktor, për të ngrënë, për të veshur, mos të lënë në rrugë, i thash. Po sot djali Spartaku ku jeton sot? Sot Spartaku ka qenë vajtja hadi Greqi, Shqipëri, edhe në Novaj ka gjetur mbështetjen te Xhaxhai. Që njerëzit e ka dhe një djalin e Xhaxhai që është 8 muaj më i madh nga djali im, edhe kanë shkuarje. Me fjalë duan. E kuptoj. Si kushërin, si djalë xhaxhallarësh. Ti kanë bërë për ti dërgon para, e ndihmon djalin. Po. Por ai marrëdhëniet me ty si ka sot? I ka rregulluar? Po. Djali im si bëri këto letrat vllai im, se duhet ta nxjerrte ky tani. Ktu është në kulmi që unë të shkruaj ta. Ja bëri ky vllai, më tha, motor tha, po duhen sa lekë që ta çojmë për doktora, tha, duhen sa lekë. Po unë tani për momenta nuk kam lekë, se s'kam shitur gjë. Ai s'ka asgjë për shitur, po ashtu thot që të mbushi mendjen. Kam ngel pa lek, me fjalë donte në një lek pemeje, gjoja t'u jepte doktorëve për të mbushur letrat që ky është njëri i rrezikshëm. Po. Ky sjell rrezikshmëri në familje, në rrugë, në publik, në çdo vend. Ky absolutisht nuk ka na këto. Isha para një viti e gjysmë, kam dhënë 5 ditë me djalin te vllai im i madh që ka grua, edhe ne të tre, unë me 2 çuna, kemi dhënë 5 ditë, kemi ngrënë, kemi pirë, kemi dal kafe, gjëra shumë vërdall. Absolutisht, vajta dhe në Nova, i kam dhënë një ditë atje vetëm për të takuar më shumë njerëzit, se kisha vite pa vajtën, 8 vjet. Edhe djali për bukuri, djali punonte, merre me punë aty në përmal, siç nxjerrin bota. Ndërkohë, siç mbledhin dhe lule, se e shikoj, unë kam ai kishte nevojë që të rrinte me njerëz, jo vetëm, se vetëm ka punuar në Greqi, me dele, ka qenë vetëm, e ka humbur prapë ndonjë 8 muaj dhe është kthyer prapë. Me fjalë që nuk i rrihet më vetëm dhe më ka thënë, o ma unë nuk rri dot vetëm, se unë mërzitem, dhe i filloi pi duan prapë. Se ka munduar që ta lëri, edhe nuk e ka mundur dot, e ka lënë dhe e ka thyer prapë. Edhe këto letra që ka bërë vllai im tani, i kanë dalë kishte 3 vjet që ja kishte futur këto letrat. Nga ato për kemp. Të shëndetësim, ndoshta apo për kemp, dhe i dolën letrat dhe i kishte lënë adresën e këtij vllai të madh, se ky vet tani ka ikur për fëmijë këtej, jo Holland, jo në Itali ku ka fëmijë, ky vllai. Edhe la adresën e vllait të madh, që kur të vi posta të vitet ty. Edhe i thon vllait, i lajmëroi vetë vllait, sot kështu, i them djalit unë në skrapare, marr telefon, o biri mami ti thashun kështu. Dajo si ka ajo letra mos të kanë nxjerrë atë kempin besoj. Edhe ky u gëzuan se fra, 100.000 lekë. Po. Kur vajti, ata nuk i than për lekë, po i than për ta shtruar.
Se ky del për të shtruar tani, nuk del për fitim leku. Ky del që nuk që ka mirë në trut. Do të thënë Daja ka paguar doktorët që ta bëjnë të sëmur djalin, që të ftoj kempin. Tani djalin duan ta fusin në psikiatri. Moj në psikiatri ka vajtur disa herë dhe në Vlorë na 20 ditë. Ky është skandal. Po, motra me vllan vinin ma shikoni psikiatri, më thoshin vajt me pa, mu këtë i qaja ullëria. Se unë e di djalin tim që djalin nuk ka probleme për atë vend. Por ka çfarë probleme ndodhi? për njerëz, të rinë në njerëz. Në momentin që i erdhi letra, e morën dhe e çuan në spital, çfarë ndodhi? Ma trego. Jo, ky vet kish bën një sherr aty në Vlorë, se ne shtëpinë e kemi në Vlorë faktikisht. Po. Është bërë pabanueshme, po urrin të djalin përpara tani që së rri është bërë pabanueshme. Edhe ky kish bën një sherr aty afër psikiatrisë. Nuk e di se kush i kishte rënë një në qafë, ishte kthyer me grushta. Në atë kohë policia kishte qenë aty afër, kish marrë kish futur te kjo derë e psikiatrisë. Aty e mbajtën 20 ditë. E panë që s'ishte për të mbajtur shumë, e zorën. Edhe këto letra tani që ja kam mbush vllai im, i vinë i kanë ardhur para një viti, i kanë ardhur te vllai im, adresa vetë vllai, unë i them djali paraqitet me vllan në Lushnjë, i thonë atë Lushnjës ti e për të shtruar, i thonë. Ose do vesh vetë ose të çojnë që tani thot policia aty ku ashtu. E qartë. Në do të vesh me dëshirë, shko. Në e ke problem. Në do të vish me makinë aty të çojmë neve. Djali im s'ishte për atë. Sa doli që ande iku me skrapa me fjalë, unë nuk jam për atë gjë tha. Sa letra më ka bërë dajua mua thot. Unë s'do të di fare tha se dajua mi ka bërë për lek, tha, më thoshte tha do të nxjerrë kem, do të nxjerrë kem tha. Që të merrte edhe lek pe meje, motor bëra, dhash kaq para, të bëjnë kaq lekë, unë i thash, mi mblis të gjitha me fatura, unë do t'i paguaj dhe kafen dhe rrugën dhe të gjitha, përveç atyre shpenzimeve të shtetit. Po ku ndodhi ky problem? Ku ndodhi ky problem? A fole me vllajin që të triqej nga këto dokumenta, ta linte kempin, sepse djali po rrezikonte të futesh në psikiatri. Po tani ky tha do të dali motor, do të dali kempi, do ti marri ato lek, ai djali tha mos të bjerë ty në qafë për lek. Tashin e pritën për lek. Atë djalin e morën e çuan në spital. Në si fillim në Saran, se e kapën duke ikur për Greqi në Konispoli. Nga Konispoli, e qartë. Po, aty e kapën dhe aty pastaj i dalin gjitha në kompjuter që këtë e kërkonin për ta futur te ky vendi. Edhe e mbajnë në Bënç, një 3 muaj në Bënç, nga Bënça e kanë çuar në Shënkoll. Tani aty në Shënkoll ky ka një vit. Një vit tani në Mars ka mbushur në Shënkoll. Ai është në spitalin e Burgut. Është në spitalin e Burgut. Po. Po për çfarë është dënuar? Është dënuar me mjekim të detyrueshëm, çfarë dënimi ka marrë djali? Tani këto letra që ky vllai im i ka bërë që siç më tha ky djali kanë vajtur para një jave letra që ky di tani për çfarë është aty. Po letra thot o ma, ky sjell një rrezikshmëri të madhe. Janë të shkruara. Ky person është me rrezikshmëri të madhe, të shumë të lartë. Kurse unë djali ti kanë vajtur dhe para 2 muajve, edhe le të shkruajnë dhe ata që e mbajnë aty një vit. Se çfarë sjellje ka djali aty? A është zën, ai kanë goditur, ai kanë rrallë, absolutisht. Djali aty merr ilaçe tash 3 herë në ditë. I them, çaj ilaçesh, kokra janë nga këto, po djalin s'ka pirë ato gjërat e mëdha, heroinë, kokainë, përveç se ashashit. Po ti ke ardhur e ke vizituar djalin përgjatë këtij një viti që ka qenë që është në spitalin e Burgut? Po tani isha odeta në dhjetor, në 29 dhjetor jam kthyer, kam qenë nga data 18 deri në 28, kam qenë në Shqipëri. Po çfarë të tha djali? Çfarë të tha djali? Çfarë të tha djali? Djali nuk e priste për këto letra. Djali tha o ma, them tha se deri në nëntori do më nxjerrin, me fjalë se nuk e nxorën në nëntor, më tha deri në marsi do më nxjerrin se unë po e bëj një vit këtu tha. Kurse para një jave më mori në telefon, më tha o ma, tha ato letra që unë prisa, kish bërë një kërkesë për të ardhur, për të hapur gjyqi tani për çapo e mbajnë qysh atë, i kishin ardhur për gjyqet nga Fieri dhe i kishte lexuar, thoshte ky duhet mbajtur brenda se është sjell një rrezikshmëri të lartë në publik, në familje, në kudo. Tani për këtë, ma ju iku truri, unë jam shqetësuar 2 netu s'kam fjetur gjumë, ora 4 mëngjesit më ka zënë, deri në 7 që nisem për punë. Sepse unë djalin edhe e kam parë, unë kam dhënë
5 ditë para 1:30. Tani kam 2 herë vajta me gjithë djalin tjetër në burg tek me i parë brenda. Djalin absolutisht i qeshur, i shakas, i humorit, i ka të gjitha. Nuk ka absolutisht këto agresivitete. Edhe kjo është shokuese nëse ka ndodhur kështu. Le të shkruajnë ata aty brenda, si është sjell për një vit që ka brenda aty. Po procesi gjyqësor. E qartë, ai është dënuar dhe me mjekim të detyrueshëm, kjo është e sigurt. Por ti ke vendimet e gjykatës, ke dokumentat e djalit? Unë kam qenë këtej Odeta, vetëm ato letra që kanë mbledhur që kanë çuar këtij në shkollë. Por vllai jot, njerëzit e tu, çfarë thon? Vllai im, ja këto thot, se ata kanë inatin, e çuan dhe në atë gjendje, tani thotë unë do ta nxjerr nga burgu, do të vi ty të vrasi aty ku je. Vllai thotë që nga që e di që ky ka pirë shashin dhe e nxjerrin si problematik me atë shefin e tyre të madh që të më mërzisin mua, edhe thotë unë do ta nxjerr, do marr një avokat, do ta nxjerr nga burgu e do ta sill te shtëpia jote ku je ti të vrasi ty. Po mirë, ti vete ke takuar djalin, ti thuaj që djali nuk ka probleme? Jo, absolutisht. Për këto ilaçe, shiko, për ashashin që ka pirë kisha dëgjuar që është një spital, është i mirë se mbajnë mbyllur mos të pish më dhe e lejon. Nuk e lejon mos të pirë. Është rehabilitim ajo, është qendër rehabilituese për njerëzit që marrin drogë. Por djali jot është në burg dhe përmjekohet për sa i përket shëndetit mendor në këtë rast. Unë them këto, djali ka pirë ashashin, unë nuk e mohoj ashashin. E qartë. Biles ishte një vit që ai punonte në mal, i rrinte ky nipi në mbrapa, edhe ashashi nuk e pinte ma. Unë Odeta dua vetëm djalin ta marrin të ma vizitojnë një herë në ato vende që ma ka quar ky vëllai, të shikoj, a është e vërtet, a i ka marrë firmat me lek, i ka dhënë lek ky vëllai, e ma torturon djalin atje kot. Unë s'jam kundra rehabilitimit që ti jetë atje të marrë ilaçe, po them se përderisa ato ja kanë shkruar shumë keq, kanë thënë që është me rrezikshmëri të lartë, unë tani po them që djalin ti po ma çmendin atje me ilaçe. Sepse për këto një vit është e di unë, sipas njerëzve që kanë pyetur, një vit të pinë ilaçe me fjalë që të lë shashin. Po nëse ai quhet i rrezikshëm, ai djalim ka thënë që këtu ka njerëz në 25 vjet mbyllur, i mbajnë se kanë vrarë mama, vëlla. Ai s'ka vrarë asnjë në fis, asnjë në rrugë, asnjë gjikundi. Ku i gjeti rrezikshmërinë e lartë? Ai vëlla që i ka shkruar e bëri për ato lek. E ka bërë për ato lek që ti thoshte ti nxora unë dhe dalë të ti marrun tash. Nuk i binte njëri në qafë, ka qenë Greqi, si binte njëri në qafë, nga 8 muaj në përdele, kështu mbante bakti, çfarë lloj pune ti dilte, vinte këtu me lek, nuk e prishte ende lekun, vinte këtu, kur vinte në Shqipëri, pastaj binte në para ai, siç e sillte dhe fillonte e prishte. Sepse nuk gjete mbështetje, ngelej vetëm, me fjalë pa mbështetje, vinte për të dalë, vinte për të. Po dy fëmijët e tjerë kanë takuar vllain? I madhi ky në Itali s'ka lëvizur as gjikundi, ky as këtu te mua, unë vajta 10, e pash kisha 8 vjet, pa vajtur në Itali, kam vajt për djalin për ta takuar me gjithë të voglin, kurse unë me këtë voglin e kemi takuar 2 herë këtë djalin, se edhe unë isha pa letra në këtë nga Ria. Nuk vija dot. Gjitha gjërat që janë bërë atë kohë kur unë isha azileve pa letra. Këto letrat e djalit tim janë bërë kur unë isha keq, vuaja shpirtërisht për ku po rria rreth azil, përveç që më mërzisnin dhe me këto të djalit kur më thoshin e çuam këtu, e futëm këtu, e futëm atje, e futëm psikiatri në Vlorë, e futëm këte, me fjalë doni si mua të më shkatronin. Odeta, unë vetëm te ty kam shpresë. Dhe në asnjë vend, se unë edhe në Shqipëri ishja, edhe të vi prap, nuk të hap njeri 2 herë që ti mbarosh punën shpejt edhe ti ikësh prap të vish të kthesh te puna. Unë me këtë punë po mbaj djalin aty, ja dërgoj lekët muaj për muaj, unë me këtë punë ndihmoj sa ka qenë pa punë djalin në Itali, unë me këtë punë ushqej djalin këtu, të voglin se kam në shkollë 15 vjeç, unë me këto 2 krah po mbaj gjithçka, po mbaj veten time, po mbaj shpirtin tim, po mbaj mirë, hallet të kuris. Unë uroj që të bëhet më e mira, sinqerisht. Kështu që të përshëndes dhe do mbetemi në kontakt. Odeta, rrofsh faleminderit, me fjalë s'di çfarë të them, po vajte, po interesove të shikosh vetëm letrat, njerë dhe vetëm këtë dua, të më vizitoj një herë në ato letra që kanë vajtur vllai im,
të vend ta çojnë një herë vetë këta të burgut, që është në atë gjendje se ata e din ka një vit se si është djalim, nëse është problematik, nëse duket që ai e do ta pija qysh atë. Me fjalë çdo gjë duket aty për një vit që ata e kanë mbajtur. Gjitha letrat vllai ka për falso për lekë. E qartë, Sepse dhe mua kaq më ka thënë motor, jam këte rrugëve po nisem për të bërë këto letra me Spartakun në mbrapa e kam thënë. Faleminderit, Adeta, rofsh të gjosha të mira zemër. Inshallah bëf gjithçka. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit, deri takohemi nesër. Mirupafshim.